Grupi parlamentar i VMRO-DPMN-s ka dorëzuar sot në kuvent një pako propozim ndryshimesh për 6 ligje me të cilat synohet ulja e pakave të funksionarëve. Deputeti i VMRO-DPMN-s Bojan Stojanoski tha se pakat e funksionarëve të zgjedhur dhe të emëruar do të ulen për 10 deri në 13.000 denar, ndërsa për disa pozita dhe më shumë me qëllim të shpërndarjes më të drejtë të mjeteve të buxhetit dhe përshtatjes me kushtet ekonomike në vend. Për deputetët dhe zyrtarët në pushtetin ekzekutiv, po ulim koeficientin, gjë që zvoglon drejt për drejt barrën buxhetare. Për gjyqtarët dhe prokurorët publik parashikojmë harmonizimin e koeficienteve në mënyrë që pagat e tyre të korrespondojnë me mundësitë reale ekonomike të shtetit. Për kryetarët e komunave, propozojmë një shkallë të re koeficientësh në varësi të numrit të banorëve në komunë. Pakoja e ligjeve përfshin ligjen për deputetët, ligjen për pagat dhe kompensimet e tjera të personave të zgjedhur dhe të emëruar, ligjen për pagat e prokurorëve publik, ligjen për pagat e anëtarëve të Këshillit të Prokurorëve Publik, për pagat e gjyqtarëve dhe pagat e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor. Stojanoski informoi se fondet e kursyera do të ridestinohen për shëndetësinë, arsimin dhe sektorin social, ndërsa ulja do të zbatohet tashmë me pagesën e pagës së muajit shkurt. Ai po ashtu njoftoi se nesër do të mbahet një seancë plenare në të cilën do të votohet për nevojën e miratimit të ligjeve. Ai sqaroi se sipas afatit të dhënë nga rregulloria për 6 orë, do të caktohen ligjet menjëherë dhe më pas do të kthehen në seancën plenare dhe nesër do të votohen.